Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjejnë këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ndërrohet po vazhdojmë edhe sot do të thotë me tregimin e Kabit radiallahu ta'ala anhu dhe rrëfimin e tij për betejën e Tebukut. Tashmë Kabi radiallahu ta'ala anhu vazhdon duke përmendur veç ato fazat përfundimtare të përgatitjes për të lëvizur në drejtim të Tebukut. Dhe në lidhje me këtë, thot Kabi radiallahu ta'ala anhu, wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathir. Dhe ato ditë muslimanët ishin numerikisht shumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wala yajma'uhum kitabun hafidh. Dhe do të thotë nuk mund të përshuante ndonjë libër që i shënon do të thotë pjesëmarrësit në këtë betejë. Ishin shumë. Ata që u përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin numerikisht shumë. Aq ishte numri i madh saqë do të thotë Kabi radiallahu ta'ala anhu mund të kishte përshtypje ndokush për njerëzve se mund të fshihej. Edhe nëse nuk merr pjesë, edhe nëse nuk shkon, nuk mirë i vesh fort. Nëse nuk zbrat shpallë pe Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj thot Kabi radiallahu ta'ala anhu, dhe koha kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam u nis për këtë betejë ishte koha e fryteve dhe e vapës së madhe. Megjithatë u përgatit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e së bashku me të edhe muslimanët do të thotë për lidhje me këtë betejë. Të ndërlozër veç kjo pjesë e këtij rrëfimi padyshim se jep me kuptu gjëra shumë interesante. Një nga ato është çfarë shoqërie ishte kjo shoqënia apo? Shoqënia e sahabëve, shoqënia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për shkak paramendon këtë pjesë të parë të këtij rrëfimi. Po nisëm për një luftë që me gjitha kushtet e mira me qenë, me gjitha të është betejë. Është rrezik. Plus asaj largësi shumë e madhe. Plus asaj kërkoi investim. Plus asaj ishte në kohën kur ata atkohë kishin sezon të vjeljeve. Për shkak me shku dikush në kohë cakt tjetër mand letësh. Po në kohën kur e ki fitimin, në kohën kur ti mu e ki kulmin e përfitimit, në atë kohë gjitha me i praktikë e munis, pa të shumë se ishte një sfidë bëgje e madhe për gjithë pjesëmarrësit. Dhe në tërsi, mos me dështu nga pjesëmarra përveç 3 vetë, kjo është sukses bëgje i madhe. Do të merë një punë tjesh me e bo për shumë mes të muslimanëve, pa këtu rrethana, e shese sa fillojnë me u largu nga puna. Jo më zonë, unë e kom arsye, jo atë, e kështë të më radhë. Shukaj pejgamberi i kishte edukua ashabët e tij që ata të shpejtojnë dhe nxitojnë e mos të arsyetohen. Ajo që duhet ta kuptojmë në këtë pikë është kjo që e ceka në fund. Ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa herë ftoheshin për punë të mirë, asnjëherë nuk arsyetoheshin, por e jepnin mundin maksimal për t'u përgjigjë. Edhe nëse ky mund maksimal ishte përballë përgjigjes shumë minimal. Për shembull, kur erdhën disa fukara tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thotë dhe në fytyrat e tyre ishin të qarta shenjat e lodhjes nga varfëria. Ishin të lodhur nga varfëria. Kur i pa kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë mërzit ato. Dhe posa pa në ashabët e tij, në fytyrat e tij, në fytyrën e tij të bekuar, këtë mërzi dhe këtë breng që e ka plej si pasojë kësaj varfërie, çfarë bëri njëri? Shkoi në shtëpi, pa disa gjëra të thjeshta. Ai realisht ishte i arsyetuar që mos t'jap nga se nuk kishte. Mirë, po do gjëra të thjeshta i vendosin në tesh në përpara, me ja kështu. Erdhi te pejgamberi dhe i hudhi tha: "Ja Rasulullah, këtu jam për ty." Kaq. Pastaj kur tjetër po këtë nxituan, dikush këtë, dikush atë, dikush do të fritet caktuar, dikush bylmete, dikush tesha, dikush mbathje, derisa u grumbullua para pejgamberit një grumbull i madh i ndihmave. Dhe thot fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Po buzëqeshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa i ndriçon të fytyra nga buzëqeshja. Pikëzimit për këtë përgjigje.
Andaj nuk gjen të ashabët e pejgamberit duke thënë ja Resulullah unë isha orë pas moj. Ata jepnin mundin maksimal, edhe në qoftë se nuk mund të përgjigjeshin. Andaj kjo është një kulturë shumë interesante për dallim me shumë musliman të kohës sotshme. Ende pa përfundu kërkesën, ende pa përfundu për shembull projektin, arsyet janë po mirë, po kjo, po ajo e kështu me radhë. Po të provojmë. Ose të shikojmë, ose japim mundin tënë. Kur kush nuk po thot me bën 100%, 1% a mundesh, 2%, 5%, sa të mundesh. Me po let jetë kultura jona nxitimin punë të mira, jo arsyetime. Qase Allahu xhallahu ala na ka thënë wasari'u, nxitani, shpejtani. E ky nxitim dhe ky shpejtim mund të jetë me ndoshta mundësi minimale, shumë të vogla, por megjithatë më mësu me nxitu. Pa shiko, u përgjigjen dhe veç 3 vetë. Edhe do të vreni se edhe këta nuk e kanë pas nga dembelia, nga diçka, po nga neglizhenca, se kanë kurtu vëmendje të mëdha. Të gjithë më u përgjigj, gjithë më u mobilizu, jep me kuptu se kjo ishte një edukat me të vërtet e suksesshme pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dyta, ajo mbi cilën i edukon të pejgamberin shokët e tij, nuk ishte për shembull hatri, për hatër ti ose për kët, por ishte mbikëqyrja ndaj Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj thot Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, pa të mundësi më mshef, po mos ishte shpallë për Allahu xhallahu ala. Do të shpallte diçka Allahu dhe do di kush s'ka shkuar aftë. Andaj na mundem me arsyetu filonit. Unë mund të them për shembull hoxhës edhe ai pa pranë arsyen. Mund të them këtij disa arsye. Mund që ne të arsyetojmë. E çka më thon Allahu xhallahu xhallahu. Prandaj subhanallahu, kujdesi për llogaridhënie për Allahu xhallahu ala është ai i cili vazhdimisht i përsërit ashabët e pejgamberit asam. Ti mundesh dikujt për shembull shkon me pyet një hoxh një pyetje. Ti mundesh me përgatit pyetjen që të vije përgjigja sikur që ti ke dëshirë. Po çka i thosh Allahu xhallahu ala. Ti mund të arsyetosh për një punë se si ki punë, si ki mundësi para dikujt, dhe njerëz me të mirë kuptu dhe me të lavdu dhe pa problem kur kush mos me të qertu. Po çka i thosh Allahu xhallahu ala. Dhe shikoj Kabi nuk e harron kët. Dhe pse ndonjë ky detaj nuk ka shumë rëndësi në këtë tregim. Se kjo është pjesë e gjitha rrëfimeve, nuk mos me pa thonë Kabi kët, a kish me ndryshuar rrëfime? Jo. Por është më rëndësi, kjo është tërbija, kjo është që asnjëherë nuk largojnë nga kokët e tyre. Pat mundësi më mshef, kallabllak pat pejgamberi, kush e kish marrë vetë pse nuk ka filoni aftë. Por ma lam yanzil fihi al-wahy aftë. E çka më bësh shpallës? E çka më bësh Allahu do të zbritë shpallje? Prandaj kujdesi për llogaridhjen për Allahu xhalla xhelaluhu. Sikurse do të thotë Omeri radhiyallahu anhu pa dhënë urdhër që mos të përzihet qumshti me ujë. Urdhën. Do çdo kush që shet në treg qumsht, le të shet të pastër pa e përzi. Dhe natën nëna me një bi përgatiste qumshtin për ta shitur në mëngjes. Dhe Omeri dul natën që shikon a ka ndonjë problem, a ka një fukara, a ka një të lashë. Kështu dilte natën Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe me një vend pa një dritë të ndezur në pjesë të thellë të natës. Dhe dëgjoj brenda së shtëpie një debat që zhvilloi mes nënës dhe të bijës së saj. Nëna thonte, shtoja pa kuj se s'ka gale, se do të thotë nuk kemi shumë me shit. Nëse bija thonte nuk ban, se Omeri ka ndalu. Ndërsa nëna i thonte, e ku na shë Omerin këtë natë? Ndërsa bija çfarë i tha? Në qoftë nuk na shë Omeri, wa aina Allah, e Zotin ku pëllan. Omeri në rahatojmë në kalaj, s'na shë Omeri, arsyetojmë Omeri, filoni, ejnë Allah. E Allahu ku është? Kjo është me rëndësitë në rëtë, që në zemra tonë të kenë nguritur. E Allahu çka i bën? E Allahu çka i thush? E treta që duhet të përmend nga dobit është, shikoni të ndëruar, e ka përmend edhe këtë Kabi këtë detaj me rëndësi. Thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi që t'i përgjigjemi në kohën e të vjellurave, fryteve dhe vapës së madhe. Pse e përmendi këtë Kabi radhiyallahu ta'ala anhu? Për të treguar se me gjithë që ata ishin shoqëri e ngritur, e devotshme, kishin kuptuar drejt fenë Allah xhallahu ala. Megjithatë, nuk ishin imun përballë josheve të dunjas, apo. Ata prishin sahabët pejgamberit. E ku jemi ne? Dikush do të thotë me lehtësi mendon se ndoshta e tej kalan problemin e dunjas, apo. Problemi është vota. Problemi është kënaqësia e kësaj dunjaje, rahatia, qetësia, pushimi, komoditeti, mirësitë të ndryshme. Janë problem në qoftë se njëri nuk mirët me to, nuk është i kujdesshëm ndaj tyre.
padyshim se na pengojnë nga shumë punë të mira. Dhe shikoje për shembull, sa punë të mira në kësaj bote, shkak çka është që si ka arritur ato. Çka është shkaku? Veç ndonjë dembeli, ndonjë përtaci, ndonjë gjumë, ndonjë pushim, ndonjë argëtim, ndonjë dëfrim, se s'kan qenë realisht arsyet e tjera që mund të arsyetojmë me to. Sa ka pjesëmarrë në dunjë. Për shembull, para se marrë në falë saban, mu që gjysora me falë namaznat. Çka të pengon? Jo, Allah, kur kush as me zërë, po që dyqysh pushimi, gjumi. Çfarë punë e madhe t'ik për do gjëma. Çfarë punë e madhe t'ik për do që është të dunjë japë. Subhanallah, nga punë të madhore të mëdha që njëri mund të fitu shumë të Allah xhallahu ala ashase, ka humbur për dobur shumë të tjerë. Prandaj ka thënë pejgamberi ittaqu dunya, ruajini për dunjas, ruajini për saj, se ajo ju privon nga shumë punë mira. Sa njerëz ka mund me qenë bëmers, dërdhënës, të Allah me fitu shumë fish, çka i kanë ardhur? Jo që s'kan pas. Wallahi, veç frika për dunjas. Jo se po më harxhon, jo se kam këtu, jo se duhet tu, realisht kaq kush e më shumë. Frika, dunjaja ka friksuar se përndyshe ka mund me qenë nga bëmers të mëdhaj, ose ai tjetri nga kontribues të mëdhaj, ose ai tjetri nga do të thotë ndihmtar të mëdhaj e kështu me radhë, nga adhurues të mëdhaj. Çka ka pengu? Veç diçka për kësaj bote. Ose një epsh, ose lakmi, ose pushim, ose dembeli, diçka nga kjo dunja. Andaj nuk është rastësishme ai që ka përmend Kabe radhiyallahu ta'ala anhu se ka qenë një kohë që nuk ka qenë lehtë më përgjigj. Se mos kishte më qenë ky element i rëndësishëm edhe në kohën e tyre, s'kishte më konë më rëndësishme përmend. Për shembull, si më thon, nëse kishte më qenë për ta, Fladi, një si zhegu, pse kishte më përmend këtë zhegun atë? Për shembull, pse më përmend? Pa ka përmend se na edhe pse na kon sahabe, edhe neve vapa na lën kështu, na kanë sakrifikuar për këtë punë, se na pas na bashkallaj. Andaj dikush thot për shembull, kur përmend ndonjë rast i sahabëve të pejgamberit sa çka thotë, e pa ata janë sahabe. E çka gjallë nuk sahabe? Pa ata janë njerëz. Edhe ata i ka rrok zhegu, i ka rrok ftofti, edhe i ka rrok tuta, edhe ata kanë pas qef me pasë. Këti kanë pas ata. Mi po gjitha këtu i kanë pas nën këmbët e tyre. Kjo më rëndësi apo? Ajo që ka bua ashab të mëdha i ka bërë në poshtja e dunjas. Dhe dhënia për parësi kënaqësisë se Allahu xhallahu ala dhe shpëlimit tek ai. Sa ata se kanë pas kallaj. Kanë pas ashta shpesh herë shumë më vështirë se na ata. Prandaj nuk ka arsye me thonë e po janë sahabe, e po ata e kanë pasur. E kanë pas po shumë kushte që i kemi ne sot, ata si kanë pasur ato. Për këtë arsye të ndërzer krejt e që ka kërkohet është, do të thotë që ti t'jesh mbi këtë botë, mbi këtë dunja. Mos lejosh që ajo të bëhet shkaktar me të priu nga shpërlimet e mëdha tek Allahu te barekuhu teala. Prandaj sa njërin këtë botë, ndoshta është lodh pak. Ndoshta ka qenë pa gjumë një kohë caktuar. Ndoshta edhe ka kaplu ftafti. Nga dimri. Mirë ose vapa, por ka bu pak sabër. Dhe tek Allahu xhallahu ala ka fituar shumë. Ku është ftafti? E ku është nxehti? E ku është lodhja? Gjitha ka shku, ka met shpëlimit tek Allahu xhallahu ala. Pra shikoni këtë thënie shumë të mençur të Abdullah ibn Wahb. Abdullah ibn Wahb ka qenë nga të devotshmit të hershëm, ka thënë: çdo kënaqësi thot e ka një kënaqësi. Çdo kënaqësi këtë botë një kënaqësi është. Çaj përjetimi kur e kryen njëri atë. Gjumi, kënaqësia e gjumit kur të lej, si qosh, ka përsa kënaqësi tash, fillon lodhja. Ose ushqim ose çka do të qoftë. Thot kullu ladhatin, çdo kënaqësi, çdo përjetim i këndshëm është një. Thot përveç se adhurimit. Thot është i shoqëruar me tri kënaqësi ato. Nuk ka kënaqësi në botë që është sikurse kënaqësia e adhurimit te Allahu xhallahu ala. Pse? Thot që kënaqësia e adhurimit, kënaqësia e parë është kur të krysh, duke kry kënaqësh ato. Pastaj, sa herë të kujtosh, kënaqesh. Për shembull, je kon hax para 10 vjetë. Veç me tronman, duke si me kon, çfarë kënaqësie na pa kënaqje na kon. Ose Ramazan veç me kujtu që na kënaqtu u falë, tu agjërua, veç me përjetu, apo as ti kënaqësi nuk është kështu apo. Thot edhe e treta është kur të hap Allahu sevapin, çfarë shpëlimi, çfarë kënaqësi është apo. Nuk ka kënaqësi po sikur se kjo apo. Andaj a ja vlen 3000 për një, kush e bën kështu apo? Kur sa bën kët pas njerëz që nuk e din vlerën e këtij treshi, e pastaj e hub një me një të menuar. Do të realisht për një i ke hub 3 apo. E për këtë arsye e kishin parasysh asaj të pejgamberit. Prandaj edhe i kushtoni vëmendje kësaj pike apo.
Dhe pika e fundit për mos me zgjatë të ndërlozur është se krahas asaj që përmenda, do të thotë se është pengesë për shumë punë mira, edhe pengesë për mungrit në drejtë të larta, padyshim se bëhet pengesë çështja e dunjas apo. Dhe në thënë e Kabit, edhe në fillim edhe në fund, e vreni një shprehje me rëndësi. Shikon në fillim Kabi tha në kësaj pjese, thot wal muslimuna ma'a rasulillah. Musliman me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në fund kësaj pjese tha u përgatit pejgamberi edhe musliman me ta. Do të thot ku është pejgamberi sallallahu çati musliman ta. Ku është ai që të musliman? Nuk është e paramendueshme që pejgamberi sallallahu këtu në mësimet e tij e musliman këtu. Kjo veç këtu kohëra fatkeqësisht apo ndodh që pejgamberi me moralin e tij këtu e musliman me moralin e edukatës e tij diku tjetër atë. Ai me mësimet e tij për dashuri dhe respekt këtu, ndërsa muslimanët me dashuri dhe respekt ke diku tjetër atë, me përçarje dhe coptim edhe kështu me radhë. Andaj ku ka qenë pejgamberi sa, kush ka qenë aty? Ashabët e tij. Me mësimet e tij, me udhëzimet e tij kështu me radhë. Prandaj shikoje ku është pejgamberi sa dhe ku je ti. Kjo është më rëndësishme se shikohet, a jemi larg a jemi afër. Për shikuar pasaj sa jenë në rrugën e drejtë. Ku janë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo më shikoj vetëm në disa aspekte caktuara, por shikoj në besimin e tij, shikoj në adhurimin e tij, shikoj në moralin e tij, në edukatën e tij, në mirësinë e tij, gjitha këto shikoj. Ku është ai? Çfarë më kanë aftë? Sikur që ka thënë një nga dietarët e hershëm se besimtari është sikurse zogu, shpendi, i cili nuk kushtzon qëndrim vend caktuar. Ai veç e kërkon nxehtën atë. Ku ka nxehtë, ai çati është atë. Nuk thot këtë vend tash unë jam mësuar me najt, edhe nuk mund ta me lëvizën atë. Jo, va poshtë atje e lën me vend, e me gjitha i lën me shku tek nxehtja. Edhe besimtari i braktis të gjitha, nëse ka nevojë që të jetë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fizikisht nuk ka mundësi me kon sa i ka shku, mirë po afër mësimeve të tij, afër udhëzimeve të tij, afër porosimeve të tij, sikur që edhe Kabi këtë detaj më rëndësi e përmend në tregimin që na e përmendi. Andaj Allahu xhallahu ala të ndrozë na mundsoj që mos të ketë hise dunjaja në zemrën tonë, por të jemi të gatshëm që të fitojmë 3 duke mposhtë një. Sipas asaj thënie që e ceka të Abdullah ibn Wahabit. Dhe gjithashtu Allahu na mundsoj që gjithmonë të jemi me fjalët tona, me veprat tona, me sillet tona, aty ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë pranë mësimeve të tij dhe pranë udhëzimeve të tij. Allahu ju shpëtoi për vëmendjen, për sabrin dhe u paguft mundin dhe gatishmërinë për të qëndruar dëgju këto fjalë, e deri në takimin e ardhshëm Zoti xhallahu ju ruaj. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.